Unë mendoj që kulti individit duhet lënë i fundit. Është e vërtetë që në Partinë Demokratike ka kult individi. Kjo për arsye se realisht zoti Berisha ka vite në pushtet, ka kalu sfida të jashtëzakonshme, të cilat kanë qenë të pabesueshme edhe për opinionin publik. Pa diskutim. Se si mund të kaloshin. Pra ti ikesh me armë dhe të vish me votën e lirë këtij populli, tregon që ai është njëri i cili ka absolutisht kjo nuk kthehet poshtë. Vlera të jashtëzakonshme. Po në këtë moment. E dyta, ja ta shpjegoj atë pjesën e momentit. E di si, po më duket si avokat, si prokuror, Po unë nuk kam dalë për të akuzuar Sali Berishën, unë kam dalë për t'ju përgjigj pyetjeve që bën në interesit publik. Kur flet prokurori ti dritën njerëz, prokurori është i frikshëm tani, ata se din, domethënë unë flas si gazetar i vjetër. Tani ti po fles si avokat. E kam mbyllur atë pjesë të prokurisë. Sot s'po bëj avokatin, sot po flas mendimin tim edhe si intelektual, edhe si deputet i Partisë Demokratike. Dhe po ja u them me shumë sinqeritet, ja të më gjojnë publiku, po kryesisht dua të më gjojnë kolegët e mi, që anëtarë të Partisë Demokratike në forumet drejtuese. Në qoftë se në njërin nga ata del dhe punon më shumë nga pikpamja fizike dhe intelektuale, më shumë se sa Sali Berisha, ju kërkoj ndjes publikut se duket sikur jam të mbrojtë dhe më duke bërë servil lekës. Pyesni duke filluar nga personeli më i afërt i doktorit, qoftë shoqëruesit, qoftë sekretarin e vet, se sa herë shkojnë te zyra e doktorit. Pra nuk e kam servilizëm. Ky është fakt. Një burr në moshën e tij, ku mosha për atë është vetëm për efekt pensioni dokumentar, po nga pikpamja fizike, ai bën volum pune më shumë se sa dy Ky nuk është kulti i individit?